mirë se vini në Çamiko, një takim i çdo të premte mbrëma për Çamërinë dhe jo vetëm për Çamërinë, po për çdo tokë që flet gjuhë të ngjashme me tokën time. Jam shumë e nderuar edhe të kem në këtë bisedë të Çamikos profesorin tim, Bashkim Kuçuku. Profesor, faleminderit shumë që keni mbërritur edhe që po m'jepni kënaqësinë që të bisedojmë bashkë. Faleminderit për ju, faleminderit për këtë emision që është një dritare e re për Çamërinë. Unë ju uroj mbarësi, jetë gjatësi. Do ma vini notën në fund, po nuk do t'ja tregojmë publikut se patjetër. Vështirësi se do mbi pak turp. Ka lindur në Kornispol, një profesor që ka përgatitur breza të tërë studentësh, një lloj si kurse edhe mua, një kritik, një studiues, mund të themi një nga zërat e rëndësishëm të këtij vendi, të Akademisë së Shkencave, të gjithë njerëzve që duan të lexojnë edhe duan t'ia dinë mendimin. Ka gjithmonë një emër, për mua ka qenë profesor Bashkim Kuçuku. Shpresoj të kem prezantuar mirë, profesor. Faleminderit, patjetër. Përpara se t'ju njeh si profesor, ju kam njohur gjithmonë si drejtuesin e gazetës Çamëria. Shumë herët, unë kam qenë e vogël. Duhet kenë qenë vitet, në mos gaboj, nga 91 deri në 95. Por e di që edhe numrat e tjerë të gazetës që i lexoja, gjithmonë babai im ka folur me shumë respekt për ju, për kontributin që keni dhënë. Si i mbani mend ato kohë kur Çamëria kishte një zë, kishte një organ të medias, në cilin mund të rrëfeshin histori, po edhe aktualitet, ngjarje. Si ka qenë fillimi, profesor? Shoqëria Çamëria, që kur është themeluar ka qenë, si thua, nga organizmat e parë që dolën si Partia Demokratike, Partia Republikane, dhe ishin ditë e para të janar shkurtit, kur bëj organizimi shumë intelektual çam dhe jo intelektual, grupe kërkonin një organizim që dikush të flisnin. Dhe sigurisht mlodhen intelektualet, bën projektet, statutin, programin e shoqërisë politike adhetare, dhe gjithmonë u mendua që shoqëria politike adhetare Çamëria patjetër do të kishte gazetën e vet. Dhe asnjëherë nuk mendoj dhe gjithë dokumentat janë bërë që dilte gazeta, sigurisht u miratuan ndoshta në Ministrinë e Drejtësisë, nuk ka rëndësi. Dhe gazeta Çamëria ka dalë, është e treta gazetë që ka dalë në periudhën e pluralizmit. RD-ja doli në janar të 91-shit, ndoshta në shkurt nuk kujtohet mirë, doli Republika, dhe në 22 mars ka dalë gazeta e parë, Çamëria Vatramtare, numri i parë. 22 mars ishin para zgjedhjeve të para pluraliste të 91-shit. Sigurisht ishte ngjarje e madhe për çamët, por them edhe për gjithë shqiptarët, sepse për vite të tëra, sidomos vitet e para, kur Çamëria, historia, traditat ishin lënë në harres, çamët për shumë arsye kishin dalë apo kishin nxjerrë anash jetës përgjithshme politike, shoqërore, mos them dhe kulturore. Na mirëprisin dhe opinioni ishte shumë i mbarë, nëse shikohen numrat e sidomos të vitit parë, aty janë shumë emra të intelektualëve nga më të shquarit, jo vetëm çam, por ne ndiqnim këtë që më tepër të tërhiqim mendimin intelektualëve të shquar, personaliteteve jo çam, që natyrisht këta çam të ishte më lehtë që të flisin, por nuk kishin atë besueshmëri që kishin figura të tjera, dhe po të shikosh aty në gazetë janë emra nga më të nderuarit, një pjesë nuk jetojnë, por ishte një atmosferë shumë intensive, kushte nuk kishte për dalë gazetën, po njerëzit punonin me shumë pasion. Më kujtohet organizimi, si thuash, mbledhjet e para që bëheshin, ne s'kishim zyra, kuptohet. Ka qenë një progres shumë i madh, po nga ana si thuash, e vendit s'kishim një stre, domethënë vetëm si çamët
që ashtu u përsërit në një formë tjetër. A ishte ky profesor një lloj emocioni kur morët në duar numrin e parë të gazetës? Keni qenë për gati 11 vite në gazetën Drita, mos gaboj, nga 74 deri në 85. Megjithatë, të kisha numrin e parë të gazetës Çamëria, ishte një lloj fitoreje kundrejt gjithë punës. Domethënë edhe mua më ndodh që kam 15 vite eksperiencë, po kur bëra podcastin kisha një emocion ndryshe. Sigurisht. Ishte një gjë krejt ndryshe. Në gazetën Drita unë kam punuar sigurisht me pasion, se ishte pasion i letërsisë, por gazeta Çamëria ishte një gjë krejt tjetër, sepse ishte një gjë e shpirtit në radhë parë. Unë gjithmonë kam qenë në ambiente, gjithmonë kam dëgjuar histori pafund të çamërve dhe për Çamërinë gjithë jetën, sepse nga çdo anë që lëvizja me çam ishte i rrethuar dhe ishte një peng. Unë e kam pasur se shumë tjerë peng që nuk flitej për Çamërinë. Unë isha intelektual, punoja në lidhjen e shkrimtarëve në një gazetë, domethënë e kisha kulturën dhe botimet për Çamërinë ishin kaq të rralla. Më kujtohet vinte Hayreddin Sufi me ca data që zgjidhte që pranonte gazeta dhe kur botohej, unë nuk isha redaktore, kishte një tjetër, kur botohej diçka për Çamërinë për të rit thesha, nuk thoshe asnjë gjë se mund ma keq kuptonin, por ishte një gjë tjetër. Dalje gazetës, veç mbledhjeve intelektualëve këtu, ishte një gjë që e bën vetë, aq sa dinim, aq sa kishim mundësi, por kënaqësia ishte jashtëzakonshme që flitej për Çamërinë drejt për së drejtë dhe flisin vetë. Kjo është një gjë e rrallë. Numri i parë një herë, doli gazeta, shtyp shkronja ishte te Zëri i Popullit aty, se punonte Arshin Rexha, punonte ashtu korrektor në Zëri i Popullit, dhe aty ndërhyjmë e nxjerrim se ishte edhe një vend i përshtatshëm për ne, dhe jashtë aty prisnin se gazeta vonua. Numri ishin shumë çam te bulevardi që prisnin aty. Ca e morën që atë natë e shpërndanë, e dhamë në para to. Ishte një jehonë shumë e madhe, ishin krijuar degët, po ende nuk ishin konsoliduar, dhe vajte gazeta Çamëria ishte vërtet një ngjarje, kurse institucioneve, shumë institucioneve, personaliteteve, u aqonin vetë, unë, Enverit, tjerët, u aqonin radha si propagandë. Dhe numrin e dytë pati shumë reagimi, po të qihet në mbështetje të Çamërisë të çështjes çame. Ishte një ndjenjë, ç'të them, nuk po them kryesia e këto që e prisnin, ishte një gjë, krijoi një histori. A ishte kjo një lloj burimi, frymëzimi për shkak të faktit që nuk kishit folur për gati 50 vite, pra është një kryesorja për mua nga ana psikologjike kjo ishte. Pra sepse 50 vjet flisje edhe në familje me familjar, me fis, me krushi, do flisje me rezerva, sepse po të flisje mund të merrej për politik, pale në kafe me ndonjë çam, sepse ishin dënuar shumë. A i ke konsideruar profesor të guximshëm personazhet? Ne i kemi sot tavolinën plot me libra. Po mos harrojmë që kemi shkrimtar pafundçam të cilët janë gjykuar nga sigurimi i shtetit, edhe neve do t'i cekim pak. I ke parë intelektualët çam gjithmonë revoltues dhe kritik ndaj cënimit të lirisë? Çamët flisnin, por flisnin pak dhe me shumë rezerva. Të rrallë ishin ata që te kalonin cakun, sepse dinin çfarë do të ndodhte. Janë dënuar njerëzit edhe pa bërë politik, thjesht se kanë mbledhur, janë përmendur në akuza tjera, pse kanë mbledhur folklorin çam. Unë këto gjëra i dija, se njihja dhe njerëzit që në akuzë shtuan edhe gjë e kishte mbledhur folklorin çam, mendoje sikur do ndryshonte politikën. Kjo ishte një frikë shumë e madhe. Por kishe për çam që flisin, kishe frikë ti dëgjoje, unë për veten time. Sepse nuk e dija se çfarë mund ndodhte. Nuk po kujtoj, unë isha fëmijë kur është dënuar Temesejko në radio dhe unë prej atëherë, domethënë, kam pasur një frikë të tmerrshme ndaj sigurimsave, se kam qenë në një gjyq fëmijë. Qelloj,
vajta në gjyqin e njerit që dënuan me vdekje nga Konispoli. Qëlloj se vajti xhaxha im. Imagjino tani në moshën 8 vjeç, 9 vjeç, dhe të dëgjosh në radio që shashin ata që ishin në krye, që nga Temeseko, unë e kam parë Temesekon kur vinte në Konispol, sepse ishte deputet i Konispoli. Edhe gjithë ata që pushkatuan, unë i kisha parë në Konispol, ose i kisha komshi, dhe më thënë kjo ishte të mërshme. Kjo frikë më ka shoqëruar gjithmonë për çështjen çame. Natyrisht të gjitha këto mblidheshin bashkë. Prandaj më jepte një kënaqësi që mund të flisja ose të bëhet diçka. Nga ana tjetër, në këtë tavolinë, profesor, kemi pak libra, më thua edhe ai libër që është një botim shumë serioz, Kombi gjen vetveten, dhe do të shkojmë aty. Ke punuar shumë për çdo shkrimtar tjetër, duke jo parathënia, se duket e thjesht kjo parathënia, po duke kritikuar para se libri të dalë madje. Edhe të gjitha këto veprat e kanë nga një mendim tuaj. Tavolina është plot dhe dua ta kuptoj këtë ndjesin nga frika, menjëherë doje të mund të flisje për çamërinë, për këto legjendat, prallat, mitet që nuk kishin mundur tregoheshin në 50 vite? Po, doja të flisja të flisja unë, por dhe të bëja të tjerët që të flisnin, se me që kisha gazetën, kishte njerëz që shkruanin, e kishin vetë mision në ndërgjegjen e tyre që të shkruanin e të çfarë dinin, por unë doja të nxisja edhe ata që nuk mendonin që mund të shkruanin. Në fillim ishte Arbeni dhe një tjetër, ishin 2 Arben në gazetë, Arben Kondi dhe Arben Iliazi, dhe kanë mbledhur shumë materiale tregime, ose kanë bërë reportazhe dhe tregime çfarë tregonin ata që i kanë përjetuar. Sa për krimtarinë e autorëve çam, sigurisht e kanë ndjekur një për një, por më kryesori ka qenë Bilal Xhaferi, që kam pëlqyer pa e njohur asnjëherë se kam takuar, sepse ai ishte moshë tjetër në vende të tjera, po mbaj mend në Konispol librin e tij të parë, e dija që ishte çam, lexoja çdo gjë, pastaj ndodhen ato që ndodhen, e ruajan sirtar, sepse pastaj s'mund ta zije në gojë Bilal Xhaferi. Pastaj erdhi koha që u botua krejt vepra. Po. Dhe një nga veprat, ose një nga kontributet që unë dua të vlerësoj, profesor, është edhe puna me Akademinë e Shkencave. Për Muhamet Kuçukun. Po. Çami i thonë. Po, ashtu e ka paksuar janë i vreto. Janë i vreto ja ka. Mirë, po është një botim shumë interesant me studime dhe me mendime mbi këtë vepër që, siç thoni ju, është poema e parë në letërsinë shqipe, në cilën rrëfehet një dashuri pasionante me vuajtje trupore dhe shpirtërore, me hopësi sensuale dhe seksuale, duke dalë jashtë kontekstit shoqëror dhe letrar, të rralla edhe në poezinë e mëvonshme. Duke nisur nga kjo, sa e vështirë është të ndryshojmë disa gjëra. Ju thoni që janë përpjekur gjatë gjithë kohës, jo vetëm të flisja për çamërinë, por të bindja dhe të tjerë të flisnin për çamërinë. Në këtë rast, ky është një botim i Akademisë së Shkencave. Sjellje të cilën ndonjëherë neve, madje me rishkrimin e historisë, ndoshta nuk e përkrahim shumë, sepse 18 faqe i kanë lënë çamërisë. Në këtë këndvështrim, sa duhet të përpiqet secili prej nesh që sjell kontribute të tilla? Është letërsia kombëtare që ka mbetur në vlerat kombëtare, është shkruar 2 shekuj përpara, shumë. Është shkruar në çamërishte që çamërishte edhe atëherë quhej e vjetër në krahasim me variantin që fliste pjesa tjetër, kurse sot është 4 gjyshe. Por vlera është pikërisht sepse vlera është sepse është trajta origjinale. Unë e kisha si detyrim shpirtëror dhe intelektual, me që isha i fushës, ta bëja këtë libër. Por unë këtë libër e kam bërë shumë vonë. Dhe për këtë kam qortuar shumë veten, më kanë ndikuar ose më kanë ndjekur mbrapa një këshill qortim i profesore Qerem Çabejt, kur kam bërë një takim pune me të, më pyeti nga je, sa të gjojnë mbi emrin, nga je, të gjojnë mbi emrin, që ke
Filani thash, është nga fisi. Çfarë studimi ke bërë? S'kam bërë, thash. Si s'ke bërë, tha? Nuk kam bërë, thash. Dëgjoj, tha. Çdo njeri fillon nga vetja. Dhe ti duhet ta fillosh me Muhamet Çamin, sa mua. Thashon, profesor, kjo është letërsi jashtë fushës time, do kulturën orientale, të gjitha argumentet e mia. Tha, do t'i mësosh, tha. Do të hysh, tha, do të mësosh arabishten. Flise kështu sikur ashtu. Në fund thonë që ti justifikosh pse se kisha bërë, thash, profesor, po unë s'mund të lavdëroj një të fisit timi, thash, të pare të fisit Konflikt interese. Po, ai dhe ja bëri kështu, ishim kafe. Nuk të thash ta lëvdosh, më tha, të thash ta studiosh, tha. Dhe sa herë takoja, ndjes pas, më tha, ti do t'jesh në rregull, thoshte mua, dhe do të shkojnë punët e tua mirë, kur ti të bësh një studim për Muhamet Çamin. Sa herë unë përshëndetja si je profesore, kështu, unë jam mirë, kjo përgjigje, unë jam mirë. Ti je e mirë, më thoshte mua nga ajo që të kam thënë, asnjëherë nuk i thash se nuk e bëra, por e bëra vonë. Shumë e bukur. Është një nga botimet që mua më pëlqen shumë, po njëkohësisht një tjetër botim që mora me vete sot është kohë mbi gjem vetveten dhe dua ta lidh këtu edhe me faktin se sa duhet ta njohim ne veten dhe sa e rëndësishme është ta nisim nga vetja. Juve profesor Eqerem Çabe ju tha që duhet ta nisni nga vetja, nga juaj. Po mua më pëlqen shumë edhe ai titull, kohë mbi gjem vetveten, a e kemi gjetur ne, a jemi në përpjekjen e profesor për të gjetur ende vetveten? E gjetëm në kuptimin që e pam, por se sa e kemi gjetur, që të bëhemi bashkë, kjo është një çështje tjetër. Domethënë është gëzimi dhe qëllimi. Tani e gjetëm ku jemi, se nuk e dinim. Nuk e dinim, e dinim që ishte Kosova. Por që izolimi ishte i tmerrshëm. Pastaj e pam, ky është Çam, ky është nga Kosova, ky është nga Malizi, ky është nga Presheva. Këta janë Arvanita, si që edhe i njohëm, morëm dhe informacione nga shtypi. Gjetja e vërtet është kur bëj bashkë. Ne e dim ku jemi, por sa jemi bashkë e nënkupton titulli. Kjo është e vështirë ta themi. Megjithatë e rimerrni ngjarjen, çështjen e Çamërisë që nga momenti i gjenocidit. Çfarë ndodh? Nuk kemi mundur ta shkruajmë historinë ose është e vështirë të gjejmë dëshmi edhe para gjenocidit? Apo kjo është ngjarja që juve ju trondit themelet edhe nga këtu duhet filluar ta kuptojmë veten? Po, unë librin e kam konceptuar, si thuash, me që ka filluar të shkruhet në 91-shin, sidomos luftën dhe gjenocidin që ndodhi, me gjithë përjetimet që kisha të gjuar, problemet, leximet, dokumentat që mund të shfrytëzoja. Është e asaj kohe. Dhe këtu ka gjithë shkrimet që unë kam bërë për Çamërinë, botuar në gazetën Çamëria Vatëramtare, tek Republika që kam botuar disa shkrime të gjata, ndonjë dhe tek RD-ja. Gjithashtu këtu kam përfshirë të gjitha të diskutimet që janë bërë për Çamërinë, që në institucionet më të larta, në presidencë ose nga kryeministrat të Greqisë, të Shqipërisë, në forumet europiane, deri në OKB, janë mbledhur këto dokumentet qëllimisht që ato të mbeten si e vërtet e kësaj kohe, ndërkohë për ta pasuruar, sigurisht, unë kam 100 faqe, i kam zgjedhur nga një libër, duket është këtu dokumente për Çamërinë. Është nga 1912 deri 1939 të botuar nga dituria. Dokumente për Çamërinë, edhe të botuara tani më ka shumë fatmirësisht, sepse njerëzit kanë punuar. Unë do të përmendja vëllimin e 7 mitat Frashërit, që ka një vend veçantë, flas gjithmonë për dokumenta autentike, sepse mitat Frashi në periudhën kur zboheshin Çamët dhe shqiptarët e tjerë Kosturit, Follorinës, për në Turqi, si turq që kanë ikur me qindra mira njerëz, ai ishte ambasador në Athinë dhe ka dokumentacione autentike për numrin e të dëbuarve, atyre që janë sekustruar pasuri, të shkeljeve ligjore, të provokacioneve. Është një pasuri e madhe që ka dalë para disa vjetësh, e ka botuar Uran Butka përgatitur, është domethënë një libër, ka dhe libra tjerë mitat Frashërit, është libri tjetër i përgatitur nga Elsi dhe
Bejtullah Destani, to janë Po, në tuan angli në sepse Kosovë. janë dokumente të arkivit britanik. Problemi është që dokumente ka shumë. Tani më ne njohim shumë dhe ka dhe të tjera, të cilat nuk i njohim, se janë arkivat e Greqisë, ato e thesar, po kush hynë, janë të Turqisë, janë të Austro-Hungarisë, janë të Gjermanisë, janë të Italisë, të cilat këto ende nuk janë sepse historianët e akademisë pak kanë punuar për këtë fushë. Teksti Historia e Qamërisë e shkruar nga akademiku Kristof Rashri. Nuk po them një tjetër shkruar nga Pullum Qufi, Haredin Isufi. Për të bërë tani një sintezë të këtyre. Por kam përshtypjen se është individuale kjo profesor, individuale e akademikëve, e profesorëve. Këtë do të thoshja, më tepër kjo është ndjesia, dëshira, vullneti, ndërgjegja e personaliteteve të caktuara si Kristof Rashi, apo Pullum Qufi, apo Haredin Isufi e të tjerë, se sa një institucioni të organizuar, sepse to një grup historianësh me një projekt qeveritar që të bëhet. Dhe me qënë se ne lidhëm anën institucionale të akademisë, po themi, me vendimarrjen edhe rolin e qeverive, do doja një koment tuaj. Çfarë ndodhte para 10 vitesh në atë libër edhe si jemi sot? Problemi qam ishte zbehur në politikë, por mos them raheshtja e dikushme, si thuash, akulli Siberisë ra prap, ishte një situatë e tillë. Dhe ballafaqimi ishte që çfarë kanë thënë që nga Sali Berisha, Fatos Nano dhe të gjithë me radhë, nuk po themi nderuari kryetari Partisë Republikane, Sabri Goda e të tjerë, dilte që ata kanë folur, por asgjë nuk kanë bërë gjatë mandateve tyre, absolutisht asgjë, duke përfshirë dhe Kuvendin Popullor. E gjithmonë kanë anashkaluar. Këty është edhe problemi. Domethënë nuk ka një organizëm institucional për historinë e Qamërisë, sepse vetë politika nuk intereson që të dalë një libër institucional me dokumente siç ishte vërteta. Unë kështu e mendoj këtë gjë, se nuk ka asnjë arsye. Shiko sa libra dhe të tjerë ka. Pra ju thoni edhe politika flet, por nuk prodhon dokumente, nuk firmos diçka, nuk ka kërkesa. Nuk ka qeveria dokumente me shkrim për këtë. Asnjë dokument. Edhe Kuvendi nuk e di çfarë ka. Dhe i ka të manipuluara. Fjalë në për mitingje thonë, por ato janë fjalë në eter, në ajër, edhe fjala fluturon, e thëna fluturon, thoshte latini, e shkruara mbete. E të tilla më thoni cili politikan, me përjashtim disa diplomatëve vërtet kanë folur shumë mirë dhe kanë shkruar për Qamërinë herë pas here, por politikan të nivelit lartë thuajnë cilin dokument dhe në cilin dokument e ka sankcionuar Parlamenti shqiptar. Çfarë duhet bëjmë ne profesor ta ndryshojmë situatën? Dhe a she një farë të ardhmeje të mirë? Unë gjithmonë shoh një të ardhme për këtë çështje, se është një çështje e drejtë, e mbështetur nga gjithë ligjet, normat dhe konventat ndërkombëtare. Është një çështje që çamët në këto 35 vjet janë gjallëruar dhe kanë potenciale të mëdha intelektuale, atetare, financiare, dhe në të vërtet çamët, por ndjek kulturën, librat, janë me dhjetra, po them librat të nivelit akademik dhe universitar, nga më seriozët, me dokumente. Nuk janë një e dy, këtu janë vetëm disa. Nuk po them një literaturë të... Por kjo, çamët do të bëjnë edhe më shumë, sigurisht dhe kjo dritarja këtu, Qamiko, është një e tillë, është një dukuri e re në kulturën, në zërin që flet Qamëria, se tani Qamëria ka shumë zëra, me shkrim dhe me gojë, por gjithsesi problemet e mëdha politike i zgjidh gjithmonë diplomacia dhe politika shtetërore. Këtu është problemi. A jemi të zot, a do bëhen Qamët dhe shqiptarët e tjerë patriot ta detyrojnë ose ti detyrojnë qeveritë shqiptare që ta marrin seriozisht dhe ta fusin në rrugën e zgjidhjes së Qamit. Ky është problemi. Po një ditë sigurisht unë gjithmonë e besoj.
dhe kam besuar gjithmonë. Do t'ja dalim, ta çojmë sërish në arenë. Jo, se shikoj që gjërat në 30 vjet është një ndryshim shumë i madh. Këtu ngec te çështja politike, që është e politikanëve. Unë përmenda vetëm pak këtë vepër edhe këtë shkrimtar, Muhamet Çamin, po e quajmë kështu. Po, ashtu është quajtur. Në gjitha enciklopeditë shqiptare, në tekstet, njëhet Muhamet Çami. Muhamet Çamin e ka bërë një Rilinda si Jani Vreto. Jani Vreto, kur e botoi... Ai e përgatiti, e qëroi nga fjalët e huaja se kishte shumë, si thot ai, e ka përshtatur, ka bërë një parathënie dhe studiuesit thonë se ai thotë që para se ta përgatis, jam konsultuar me njerëz të mençur. Sipas Osman Myderisit, këta njerëzit e mençur ishin Sami Frashëri dhe Naim Frashëri. Lidhet kjo sepse Erve Heja, që është botuar 1888, është botuar në Bukuresht në shkronjën ku shtypeshin librat e Naimit, të Samiut dhe të rilindasve të tjerë. Ai thot në parathënie i ranë dorë në Stamboll. Pyeta thot, por askush në Stamboll nuk dinte. Din vetëm thot që është nga Konispoli i Filatit, se kështu quhej nahia e Filatit Konispoli, kështu ishte organizimi atëherë. Dhe nuk kemi asnjë të thot, dhe siç ishte tradita, domethënë nga Çamëria i mbeti Çami, Prizreni, Shkupi, Ymer Prizreni, Hasan Prishtina, një traditë e njohur, edhe në Ballkan, po sidomos nga shqiptarët, nga rilindja këtej. Ai e vuri emrin Çami, se s'kishte, nuk e dinte ai, dhe në falë, në asnjë vepër të tij, se kështu ishte normë fetare, nuk shkruajt emri Muhamet Çami, sepse nuk ai lejonte feja. Po, ai e quajti Çami, po në Konispol Çami se një askush, e një Kuçuku. Unë prandaj kam bërë Muhamet Kuçuku, që njihej në fshat dhe ashtu ishte Kuçuk, por emri i tij i pagëzimit dhe si shkrimtar ai njihet Çami. Madje një rrugë në Prishtinë, emrin e ka Muhamet Çami, nuk e ka Kuçuku. Unë grita lartë po them vetëm Muhamet Çamin, por ju përmendët Bilal Xhaferin, profesor? Po. Unë do të thoja Mitrush Kuteli. Ndoshta nuk do të na besojnë. Mitrush Kuteli, po edhe nuk, unë mendoj që duhet bërë kështu, duhet të filloj fjalë pas fjale, derisa të tregojmë që Mitrush Kuteli ishte Çam. Cilët kanë qenë Çamët e tjerë, të cilët kaq intelektuale dhe që na kanë dhënë vepra shumë. Me që dolet shumë mirë tek Mitrush Kuteli, por të paktën janë ata që e dinë që është Çam. Të tregoj diçka? Të tregoj diçka. Edhe vetë unë nuk e kam ditur që ishte nga Çamëria. Shumë vonë e kam marrë vesh që ishte. Por gjithmonë vrisja mendjen Kuteli, nga vjen Kuteli, se që më silte një tingull, por kur nuk më shkonte ndërmend, në vitin e 81, kur doli gazeta Çamëria dhe u krijua shoqëria, i vjen Abbas Dojakës të ndjerit, kryetarit Çamërisë, një letër nga Pandi Pasko, i biri Mitrush Kuteli. Ai ishte në ambasadë në Spanjë. Dhe letrën e ka botuar Enver Kushi. Thot jam filani, dhe dhe ne thot jemi nga Çamëria, e ndjera mbajmën thot që gjyshja ime tregonin nëna që e shante Ali Pashaj që na zbove nga vendi se jemi nga Çamëria, dhe në fund thoshe që më pranoni dhe mua antar, ju lutem, sepse edhe unë jam nga Çamëria. Para disa vjetësh në botimet që ka bërë e bia, atje ka dhënë shpjegimit që Kuteli, se e kuptoja, Mitrush dhe Mitër e ka emrin, ai Dimitër Pasko. Mitrush trajt për gdhele. Këtë Kuteli nuk e dija. Në të vërtet Kuteli është mbiemri që kanë pasur në Çamëri. Mbiemri tyre dhe ai në libra, domethënë shkrimtar, ka mbiemrin e Çamërisë. Nga arta, shumë pak e din. Po, cilët janë autorët që duhet të lexojmë neve dhe duhet ta kuptojnë që janë për Çamërinë dhe flasin kaq bukur. Ku duhet i udhëheqim lexuesit? Libra ka shumë. Unë radh parë do të
Po është e njohur Bilal Xhaferin, mbi gjitha është Balaçame. Po. Ai ka dhe të tjera, por ajo është një poem që ka hyrë në vlerat e poezisë shqipe pa diskutim, është botuar në disa gjuhë të huaja, në shumë antologji, në tekste shkollore. Unë do të këshilloja një vëllim të Ali Podrimjes, poetit të madh. Ali Podrimja, ai që në 80 e canë që vajte një ekskursion nga Prishtina, profesor dhe shkrimtar në Greqi, dhe vajte edhe në Qamëri. Ishte dhe Ibrahim Rugova dhe shumë të tjerë. Vajten të Arvanitasit dhe ai potoj një cikël për Qamërit edhe për Arvanitasit, po një cikël shumë bukur në Prishtinë, në libër edhe në gazetë. Librin e tij Te gurët e Prevezës. Ai libër ndoshta duhet të ribotuar, se është një libër me poezi shumë të bukura, shumë moderne dhe shumë të recitueshme. Ka vite, duhet të ribotuar, por është një libër që mund të këshillohet. Është art, nuk është dokument, janë libër sidomos Zonja nga Parga, po nuk po them edhe vepra të tjera. E mbi të gjitha, më fal, ja këtu është Këngë popullore nga Qamëria. Ky libër është fantastik, është botuar hera e dytë, është botuar në 80-ën, po ka pasur një jehon të jashtëzakonshme ky libër. Nuk e di sa ke lexuar ti në fëmijëri, por ky ishte i vetmi libër që botuar në atë periudhë, i madh, është ky libër me këngë popullore nga Qamëria. Unë atë kam pasur edhe profesor. Ky na ka mbajtur gjallë shpirtin, më kujton, për vite të tëra, se s'kishte libra të tjerë. Pastaj botoi edhe Ibrahim Hoxha, Fatos Meror Rapaj ka dhe një tjetër, Rëndkimet e Qamërisë, ka shumë libra, edhe të botuar dhe të pavotuar. Një nga ato Po, Selman Shemet, po. Që është një nga veprat që unë mendoj se ja vlen çdo çame dhe çdo shqiptar të lexojë. Lexuesi po bëhet gjithmonë më përtac, po përdor këtë fjalën. Ne nisim një podcast e dim që nuk do kenë shumë dëshirë të lexojnë. Do me thënë gazeta po ikën dal nga duart dhe po vjen podcasti. Teknologjia, jeta, ritmi, gjithçka ka ndryshuar. Megjithatë, në dëshirat e mia, për shembull, është të shkruaj një libër, të ulem të lexoj dosjet të cilat hapen nga ish sigurimi i shtetit, për Bilal Xhaferin, për të gjithë artistët që janë dënuar. Dua t'i përmend Qamil Buxheli. Bedri Myftari. Fatos Mero Arapaj. Arapaj. Ka dosje të tëra, profesor, unë dua të bëj një libër për këto dosje, si intelektualët çam, si shkrimtarët kërkonin një farë lirie, dhe pse u dënuan. Sigurisht hapen edhe ato akuzat. Ja vlen të merresh me librin? Libri, si thua, është floriri është në tokë. Njeriu e gjen, e përpunon, e bën të pastër. Libri është floriri që ka krijuar mendja njerëzore. Bankat, si thua, vlera e pares që ka një bankë e euros apo e lekut shqiptare, ku di unë, varet nga thesari, nga akumulimi i arit, i floririt. Pra, gjithçka varet. Në fushë për ekonominë, për jetën e përgjithshme. Ndërsa për mendjen dhe për shpirtin, ky thesar i popullit shqiptar apo i popujve i Ballkanit, të gjithë botës, është libri në radhë parë. Libri ka lindur në kohën e hershme. Dhe libri do ta shoqëroj gjithmonë. Tani dhe librat janë e-book. Libër është dhe ai. Libër është mënyra si thua, dikur libri shkruajnë pergamen në një kopje, 2 kopje, humni. Pastaj doli Gutenbergu, që shumë fishoshin me shtyp shkronjë e tjerë. Tani erdhëm te një që me miliona kopje të vjen këtu përpara e ke në ekran. Libri që thoni ju dhe çdo libër është një mrekulli për mua. Libri ai që shkruan jep një kënaqësi, një përthëritje. Tek e fundit çdo njeri që bën një libër
edhe Shakespeare, edhe Ismail Kadareja, dhe çdo njeri. Por edhe kur bën një qesëm në fshat me parat e tij, ose sikur këthendës, ai në fakt do të përjetësoj veten. Ky është thelbi. Do të thënë, do të lej kujtimin e vet, gjurmën e jetë. Do të sfidoj vdekjen. Ky është thelbi. E për librin që thoni ju, sigurisht ju uroj ta bëni dhe ju do të jeni gjëra shumë të rënda, por kënaqësia juaj do të jetë që ju po zbuloni ca drama të rënda dhe ju jepni të tjerëve bëni pjesë. Libri ka kënaqësi ai që krijon, ka kënaqësi edhe ai që lexon, është i pazvendësueshëm libri pavarësisht nga trajta. Unë të uroj sepse pas një libri do të bësh disa libra. Ai që bën një bën shumë libra. Dy nga mendjet e ndritura profesor të këtij identitetit ton kombëtar, të këtij rrethit ton letrar, që janë Ismail Kadare dhe Recep Qosja, nuk kanë heshtur në fakt as për Çamërinë dhe as për Kosovën dhe as për identitetin kombëtar të përbashkët. Në intervistat që kam bërë me ta, i kam pyetur personalisht edhe për Çamërinë. Sigurisht sa e rëndësishme është që në njerëz që janë kaq intelektual të mundet të lakohet si çështja Çame, po ashtu edhe ajo e Kosovës. Si ja kemi dalë në raportet që keni pasur ju me ta, në bisedat që keni pasur ju me ta, si vinte Çamëria dhe Kosova? Po, së pari për Çamërinë dhe për Ismail Kadareja. Ismail Kadareja përmend Çamërinë edhe në krijimtarinë letrare, por edhe në shkrimet publicistike. E ka përmendur edhe para 90-s, aq më shumë pas 90-s, dhe ai se i ka marrë dhe intervista, i ka marrë disa shkrime po për Çamërinë, ka një poem të hershme të tij që e përmend dhimbje e nënave të lidhur në Shami, dhimbjen. Nënat Çame kishin lidhur në Shami, dhimbjen e tyre që kaloni, ai e përmend edhe në tekstet e tij, e kishte parasysh karvanin e Çamëve, përmend disa vende dhe gjysha thoshte ja u prish Italia, u prish Greqia, e prishën edhe Çamërinë të shkretër, sepse ka treguar dhe ka dhe të shkruar, shite varganin e Çamëve që shkonin poshtë Gjirokastrës. Ky libri, recenzenti i parë dhe kryesori i këtij libri është Ismail Kadareja. Ka dhe parathënie patjetër. Po, është edhe parathënie Ismail Kadareja. Fal, unë po se ju ma sollët në vëmendje dhe mua më erdhi pyetja për Kadareja. Po, dhe këtu është një parathënie fantastike, jemi vitin 80, mirë po e ka botuar Alfred Uçi, që ishte personalitet shumë patriot, nipi i Petroninit Lorasit nga nëna dhe kam njohur dhe me shumë dashuri. Andrea Varfi, i biri i Gjini, ishte antari i redaksisë Çamëria Vatra antare. Do të thënë si lidhen. Ismail Kadares, që në nëjtë e njëshin disa Çam, Sali Bollatit e tjerë, po jo unë nuk isha, i shkruaj një letër, i dërgoj një letër aty ku ishte në Paris. Dhe i kërkoj ndihmë, dhe i dërgoj një letër është botuar në gazetë. Dhe thot kështu edhe titulli që ndihma ime nuk do t'ju mungoj kurrë. Kemi botuar në gazetën Çamëria, që në fillim. Pastaj unë i kërkova gjithmonë aty në Paris me Teodor Kekon, s'lidhesha dot, po që punonte te RD-ja se punoj me faks. Atëherë i bëra pyetje dhe më është përgjigjur në një intervistë. Që andej, më është përgjigjur për intervistë. Sa herë i kam vajtur, ai ka bërë parathënie. Ka bërë parathënie, i kam vajtur për historinë e Çamërisë. Pullum Qufi, Arjedini Sufi, Dorian Koçi. I kërkova bëri parathënie. Ka bërë një parathënie për antologjinë që ka përgatitur Eli Podrimja dhe kjo i duhet këshilluar. Thënë, edhe ai libër duhet të ribotuar e një vjen për Çamëria. Është vargu i famshëm i Naimit, por e përgatiti Ali Podrimja me shumë qejf, gjeti dhe paret në Prishtinë që u botua, u botua në Prishtinë, te Rozava, u botua dhe këtu tek Arbëria, që është një nga Konispoli që kishte shtëpinë në Arbëria. Dhe aty ka bërë një parathënie.
Dhe përsëri kur ka dalë libri, sa herë i kam kërkuar Ismail Kadares të shkruaj për Çamërinë, gjithmonë më është përgjigjur. Dhe njëherë i thash se ai hynte edhe në çështje politike shkurt, siç e kishte thash. Me pak fjalë, por në Greqi ai në ato vite, se tani ka ndryshuar, ishte ndër i treti nga gjuhët ishte e treta, pastaj u bë e pesta, se ishte vend i vogël krahasim me Gjermaninë, Italinë, Britaninë e Madhe, me Francën, kështu. Dhe pyeta, por është botuar shumë. I thash, po mirë, angazhohej për Çamërinë, faleminderit shumë. Por nuk ke ndonjë ndjesi sepse mund të bojkotojnë. Tha, e para punët, tha, as që duhet t'ja di, tha, se kjo është çështja ime, tha, nuk është çështja e tjetër kujt. Dhe tha, unë tha, të vërtetën, tha, atje jo më presin mirë, tha, por më presin të mirës dhe më respektojnë dhe më nderojnë. Për Recep Qosen, po, ai kishte informacion dhe mirë të informacione për Çamërinë, Ismaili, sepse ishte rritur në Gjirokastër me atë frymë dhe e kishte ndjer, ai ishte adoleshent kur u prish Çamëria dhe Çamti ka parë gjithandej, sepse ishte. Për Recep Qosen sigurisht ai nuk ka munguar asnjëherë të flasë për Çamërinë, por e ka thënë dhe publikisht që njohja jonë ka qenë e kufizuar. Unë do t'ju kujtoj vitin 91, kur në Kosovë s'kishte më institucione kështu shtetërore, por ishin si thuhesh, isha e pushteti paralel që krijohej. Po, por funksionin e kryenin. Dhe ata organizuan një konferencë ndërkombëtare, në këtë Shqipëria ishte rrëmuj, ata në prag lufte ose si thuhesh pushtim, siç ishte, për çështje shqiptare. Dhe ne thamë që të marrim pjesë dhe ata dërguan ftesë, por s'kishte as mjete kështu, me të kërkuar, me të thënë. Dhe ne bëm kumtesa bazi dhe unë bëm kumtesë për të vajtur. Shkuam në ambasadën Jugoslave të Rruga e Durrësit, ne dinin që ata nuk do të na jepnin vizë, se ishte prag lufte, por thamë bëjmë tonën edhe si provokim prapë mirë. Shkurt nuk na dhanë dhe ne kemi dërguar me faks. Në fjalën e përshëndetjes së Recep Qosi ka shprehur fjalë, jemi të lumtur dhe dy kumtesa i kishin lexuar. Dhe në fjalën e mbylljes konferencës që zgjati 2 ditë, për herë të parë kemi dhe pjesëmarrëse për çështjen. Dhe atëherë ata nxjerrin vetëm një revistë, Bujku. I kanë botuar atje dhe na i kanë dërguar. Ka ardhur këtu, ka folur për Çamërinë, po na e të njëshin në shkurt, erdhen me një grup delegacion, një delegat nga intelektualësh nga Kosova dhe ka folur, se i bën dhe pyetje. Një gazetar nga Çamëria i bëri, su përgjigj shumë dhe tha që nuk kemi shumë informacion. Kur Instituti i Studieve për Çamërinë ka bërë konferenca, 2-3 herë është ftuar, ai nuk ka mundur vi, por gjithmonë ka dërguar mendimin të cilat janë votuar në aktet e konferencës. Të falenderoj shumë mirë për gjithë të pasurinë, po edhe për këtë bisedë të bukur, edhe për çdo fjalë të shkruar në këto libra. Faleminderit për gjithë kontributin. Faleminderit, falenderoj për elokuencën që ke, për dashamirësinë. Se unë isha pak e emocionuar sot. Pse? Po ka kaluar të si jemi studente. Faleminderit. Të falenderit, ishte kënaqësi dhe që flasim për Çamërinë. Faleminderit të dashur shikues, faleminderit edhe juve që keni qenë bashkë me ne. Do t'ju lëm një ftesë tjetër për takimin e radhës me të tjerë mendje të ndritura për mendimet e cilëve ne kemi nevojë, ne të rinjt kemi nevojë. Faleminderit shumë.